lutja e furnizimit, lutja e mrekullive, lutja e cila po e thave çdo ditë do të sjell furnizim dhe bereqet prej rrugëve të cilat ti nuk i mendon asesi. Kjo dua është prezente në librin e Allahut Dhul Xhelal, në Kur'anin e Madhërisëm. Duaja në gjuhën arabe është kështu: Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi ragibun. Ndërsa kjo lutje e bukur në gjuhën shqipe është në këtë formë: na mjafton Allahu, do të na jep Allahu nga mirësia dhe begatia e tij, edhe i dërguari i tij. Në të vërtet, ne vetëm tek Allahu i drejtojmë dëshirat tona. Kush e thot këtë dua ditë për ditë, ta dini se kjo dua është një ari në duart tuaja. Kjo lutje është diamant në duart tuaja. Po e that këtë lutje me bindje çdo ditë, do ta shihni ndryshimin, në furnizimin, rrezikun dhe në bereqetin tuaj në këtë botë. Do të jeni vetë dëshmitar. Dërgoja atij i cili çdo herë është duke u ankuar nga çështja e furnizimit dhe rrezikut. Ndoshta Allahu po pret prej nesh që ne ta përsërisim këtë dua vazhdimisht, t'ja tregojmë Allahut Azza wa Jall dëshirat tona dhe t'i kërkojmë vetëm Allahut që të na sjellë rrezikun dhe furnizimin dhe bereqetin që ne kërkojmë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.